Ashtu si gjithnjë në raste të përkujtimit të dëshmorëve dhe sot Komisariati i Policisë rreth Topukës u tregua i kujdesshëm për të nderuar policët e rënë në krye të detyrës. Në nderim dhe përkujtim të veprimtarisë së dëshmorit Ismetu Klaçi në randët e policisë së shtetit ku dhe humbi jetën, kreu i Komisariatit të Pukës Hamdi Shullani vizitoi sot familjen Laçi në qytetin e Pukës. Gjatë qëndrimit në familjen Laçi, kryekomisari Shullani kujtoi jetën dhe veprimtarinë e Ismetu Klaçit në radhët e policisë së shtetit, ndërsa nuk la pa kujtuar nga kjo familje edhe dëshmorët e tjerë të policisë. Jemi së bashku për t'i kujtuar kolegët tanë dhe në të njëjtën kohë që të kemi atë burim frymëzimi për punën tonë. Teksa ka marrë falenderimet e familjes Laçi, kreu i Komisariatit të Pukës premtoi për kujdesjen e vazhdueshme për familjet e dëshmorëve të adheut në përgjithësi e në mënyrë të veçantë për familjet e dëshmorëve nga radhët e policisë.